Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, mirë se vini në këtë moment reflektimi dhe lutjeje, kushtuar zojës së bekuar dhe thirrjeve të litanive të saj të shenjta. Sot ndalemi tek një thirrje që na fton të sodisim bukurinë, madhështinë dhe mrekullinë e Marisë, nëna e mrekullueshme. Kjo thirrje nuk është thjesht një fjalë nderimi, por një ftesë për të hyrë më thellë në misterin e saj që hyi ka bërë në të, në nënën e birit të tij, në bashkpunëtore të veprës së shëlbimit dhe në nënën shpirtërore të mbar kishës. Përmes saj, ne mësojmë të admirojmë veprat e hyjit, të thellohemi në bukurinë e hirit dhe të hapim zemrën ndaj një dashurie që na çon drejt Jezusit. Le ta sodisim sot Marin, jo vetëm me admirim, por me fe, dashuri dhe besim birnor. Nëna ishte për t'u admiruar mbi çdo masë dhe e denë për t'u kujtuar nga njerëzit e mirë. Lexojmë tek libri i dytë i Makabenjve. Ti ishe e përsosur me bukurinë time që unë ta kisha dhënë, thot Zoti hyj, lexojmë tek libri i Ezekielit profet. Sa e bukur je, e dashura ime, sa e bukur je. Sytë e tu janë si sytë e pëllumbit, përtej asaj që fshihet brenda. Buzët e tua janë si një fill i kuq i ndezur. Lexojmë tek libri Kënga e këngëve. Dhe fjala jote e ëmbël, faqet e tua janë të bukura si pëllumbi, qafa jote si stolit. Sa e bukur je dashura ime, sa e bukur je. Kjo është thirrja e krijuesit kur sodit veprën në duarve të tij. Kur ai krijoi tokën, detin dhe qiejt, lexojmë se ishin të mira. Nëse ai pa këtë në krijesat e pajeta, sa më shumë të mirë sheh në një shpirt të krijuar sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së tij, në të cilën pasqyrohet një pjesë e bukurisë së tij të pakrahasueshme, dhe që ai e ka caktuar të bëhet nëna e tij e panjoll. Dhe nëse ai i gjithë pushtetshmi sodit me admirim krijesat e tij, a nuk do të ishim të ftohtë dhe të larguar nga ajo që i pëlqen atij, nëse edhe ne nuk do të thërrisnim duke soditur veprën e tij. Sa e bukur je, sa e bukur je. Nëse nuk harrojmë kurrë se kush është krijuesi i tyre, a mund t'i admirojmë tepër veprat e tij? A nuk shpallin ato mirësinë, bukurinë dhe fuqinë e tij? A nuk i japim kënaqësi një artisti kur qëndrojmë të mahnitur para një vepre të tij? Nëse duam të jemi në një mendje me hyjin, duhet të admirojmë veprat e tija. Kështu Davidi tregoi se ishte në një frymë me krijuesin e vet kur thirri: O Zot, hyji ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në mbar tokën. Lexojmë tek Psalmi 8. Vepra më e madhe e hyjit. Por ndër të gjitha veprat e hyjit, cila është më e përsosura, më e bukura, më e përkryera? Padyshim Maria. Atë sa ju ngjalli admirim edhe tek vetë krijuesi i saj, sepse për të ai nuk thot vetëm se është e mirë, siç tha për krijimin tjetër, por thërret si me habi. Sa e bukur je, e dashura ime, sa e bukur je. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, ai ndalet të sodit me hollësi për sosmërinë e saj në çdo aspekt. Dhe kjo e kënaq atë edhe kur ne bëjmë të njëjtën gjë, kur ndalemi me dashuri mbi bukurinë e veprës së tij më të përsosur, nënën e tij të pakrahasueshme. Gëzimi i admirimit. Tek ata që i duam, gëzohemi kur shohim çdo gjë të mirë dhe të lartë
që i dallon dhe i lartëson. Maria, nëna e dashur më shumë se çdo nënë toksore, paraqet para syve tanë cilësi aq të larta dhe të madhërishme, sa që zgjojnë në ne jo vetëm dashuri, por edhe admirim të thellë, mahnitje të heshtur dhe gëzim të madh. Ajo është nënë e mrekullueshme sepse mëmësia e saj është hyjnore dhe meshtarake, univerzale dhe gjithmonë vepruese. Mëmësia hyjnore. Edhe mëmësia natyrore është një mister, diçka hyjnore. Hyi vepron në nënën. Ai formon trupin e fëmijës jo nga pluhuri i tokës, por nga mishi dhe gjaku i nënës. Dhe pastaj ai vetë krijon shpirtin dhe e bën frytin e barkut një person njerëzor. Çdo nën mund të përsërisë fjalët e nënës së makabejnëve. Nuk e di si u formuat në krahërorin tim. Nuk isha unë që ju dhash frym, shpirt e jetë, por krijuesi i botës. Në Marin, ky mister është pafundësisht më i thellë. Ajo bëhet nën pa bashkëveprimin e një ati njerëzor. Mëmësia e saj është vepër e drejtpërdrejtë e fuqisë hyjnore, jo vetëm për shpirtin, por edhe për trupin e birit të saj. Në një mënyrë shumë të plotë se çdo nën tjetër, ajo është nëna e Jezusit. Gjithçka që është në trupin e Krishtit vjen prej saj. Dhe ai që lind prej saj nuk është vetëm njeri, por edhe hyj, fjala e mishruar. I mrekullueshëm është emri i tij dhe e mrekullueshme është nëna e tij. Mëmësia meshtarake. Biri një nënë të zakonshme mund të bëhet meshtar, por pjesëmarrja e nënës në flinë shenjtë që e kremton nuk shkon përtej asaj që është e përbashkët për të gjithë besimtarët. Meshtari i zakonshëm njerëzor e ofron viktimën hyjnore, por jo trupin dhe gjakun e vet. Prandaj asgjë nga nëna nuk hyn në flinë që ofron biri i saj. Ndërsa në flinë që shëlbuesi ynë e ofroi në kryq, trupi i gozhduar në kryq dhe gjaku i derdhur në mundimin e Krishtit janë edhe mishi dhe gjaku i saj. Viktima është në kuptimin më të plotë të fjalës, biri i saj, dhe ajo ofron atë me gjithë dashurinë dhe me të gjitha të drejtat e saj amnore. Ajo është një nën meshtarake, mëmësia e saj është një mëmësi meshtarake dhe flijuese. Mëmësia univerzale. Mëmësia e zakonshme shtrihet vetëm mbi një numër të kufizuar fëmijësh. Në lidhje me ta, nëna është shkaku i afërt i jetës së tyre fizike dhe kujdeset për edukimin e tyre deri në pjekuri. Në çdo rast, ndikimi i drejtpërdrejtë mbi fëmijën përfundon me vdekjen e saj. Mëmësia e Maris shtrihet deri te flija shëlbuese e Krishtit. Me qenë se Krishti vdiq për të gjithë, Maria është nëna e të gjithëve dhe mëmësia e saj mbetet vepruese sa zgjat jeta. Megjithatë, Maria nuk është nëna e besimtarve dhe e jo besimtarve, e të drejtëve dhe mëkatarve në të njëjtën mënyrë. Ajo është nëna e jo besimtarve, sepse është e caktuar t'i lind për hir dhe u fiton atyre hirin aktual që i përgadit për fenë dhe për shfaqësimin. Ajo është nëna e besimtarve që janë në mëkat vdekjeprurës, sepse kujdeset për ta duke u siguruar hiret e nevojshme për veprat e fesë dhe të shpresës dhe për t'u përgatitur për shfaqësim. Për ata që kanë vdekur në mëkat vdekjeprurës, ajo nuk është më nën, ajo ka qenë nën e tyre. Ajo është plotësisht nëna e të drejtëve, sepse ata kanë marrë hirin shenjtrues dhe dashurinë përmes saj. Ajo kujdeset për ta me dashuri të butë, që të qëndrojë në hir dhe të rritë në dashuri.
Ajo është në mënyrë të veçantë nëna e të lumve, të cilët nuk mund ta humbin me jetën e hirit. Nën kujdesin e saj. Kështu, pas Krishtit si shkaku kryesor, Maria vepron si shkak dytësor në dhënien e jetës së hirit të shpirtit. Dhe ajo vazhdon të veproj për bijtë e saj shpirtëror jo vetëm gjatë viteve të fëmijërisë trupore, por gjatë gjithë jetës. Shpirtërisht ne mbetemi fëmijë dhe kemi nevojë për kujdesin e saj amnor për aq kohë sa jetojmë. Prandaj parimet nuk ka shpëtim pa Marin, dhe askush nuk humbet që ka një devocion të butë ndaj Marisë, mbështetën mbi një themel të fortë. Kjo shpjegon edhe pse në kohët tona, kur shpëtimi besimtarëve është i rrezikuar më shumë se kurrë, Maria tregon një kujdes kaq të madh për botën, dhe pse kisha i drejtohet asaj me besim dhe dashuri, gjithnjë më të madhe për mbrojtje dhe shpëtim. Ky është edhe kuptimi i fjalëve të Papës Piu të 12, kur ja kushtoi botën zemrës së papërlyer të Marisë. Në këtë orë tragjike të historisë njerëzore, ne ja besojmë, ja dorëzojmë dhe ja kushtojmë zemrës sate të papërlyer kishën e shenjtë, trupin mistik të birit tënd Jezusit, që tani rrjedh gjak nga kaq shumë plagë dhe është aq shumë e sprovuar. Po kështu ja kushtojmë zemrës sate të papërlyer gjithë botën, e cila coptohet nga përçarje vdekjeprurse, digjet nga urrejtja dhe vuan pasojat e ligjësisë së vet. Nuk ka fund zbulimeve që mund të bëjmë duke soditur mrekullitë e mëmësisë së Marisë. Admirimi shndrohet në nderim, nderimi në imitim, imitimi në dashuri dhe në një dorëzim plot besim ndaj kujdesit të saj amnor. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes.
Loto për ne, shkaku i gëzimit ton, loto për ne, visari përshpirtshëm, loto për ne, visari nderueshëm, loto për ne, visari zgjedhur për shpirtërie, loto për ne, drandofilja e mrekullueshme, loto për ne, kulla e Davidit, loto për ne, kulla e Fildisht, loto për ne, shtëpia e artë, loto për ne, arka i beslidhjes, loto për ne, dera i qiellit, loto për ne, ylli i mëngjesit, loto për ne, shëndeti të sëmurve, loto për ne, streha e mëkatarve, loto për ne, ngushëllimi i të pikëlluarve, loto për ne, ndihma e të krishterëve, loto për ne, mbretëresha e engjëjve, loto për ne, mbretëresha patriarkëve, loto për ne, mbretëresha e profetëve, loto për ne, mbretëresha e apostujve, loto për ne, mbretëresha e dëshmorëve, loto për ne, mbretëresha e dëshmitarëve, loto për ne, mbretëresha e virgjërave, loto për ne, mbretëresha e të gjithë shenjtërve, loto për ne, mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm, loto për ne, mbretëresha e ngjitur në qiell, loto për ne, mbretëresha e shenjtës ruzare, loto për ne, mbretëresha e paqes, loto për ne, o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, na fal ne o Zot, o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, dëgjona ne o Zot, o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne, në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna i hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jon dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit, të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ndërsa përfundojmë këtë reflektim mbi Marinë, nënën e mrekullueshme, le të ruajmë në zemër të vërtetën, se çdo gjë në të na fton drejt hyjit. Bukuria e saj na çonte bukuria hynore, dashuria e saj na çonte dashuria e amshuar, dhe mëmësia e saj na çonte Krishti shëlbues. Sa më shumë të njohim, aq më shumë e admirojmë. Sa më shumë e admirojmë, aq më shumë e nderojmë. Sa më shumë që e nderojmë, aq më shumë përpiqemi ta imitojmë. Dhe sa më shumë e imitojmë, aq më shumë i afrohemi birit të saj Jezusit. Le ta përmbyllim këtë moment me një thirrje të thjeshtë, por të thellë të zemrës. Nënë e mrekullueshme, na mëso të admirojmë veprat e hyjit dhe na udhëheq drejt Jezusit, birit tënd. Amen.